Dole i pari në qarkun e Elbasanit, isha fare, isha duke punuar në diaspor, por në një kohë që kryetarët e degëve, komisionerët, antarësia ishin gjithë të rithmelimit të gjithë të foltorës dhe përsëri demokratët më votuan. Dhe kjo nuk u marr parasysh, unë nuk mund të lejoj për termin të përdhunohem. I kam plotësuar të gjithë kriteret dhe unë përjashtohem nga gara. Unë jam krenar, termin që më kanë dhërë kolegët e mi, ish kolegët e mi të Partisë Demokratike, skapis, e ka për nder të jem skapist dhe unë sot kam marrë dëshkimin sepse jam skapist dhe që nuk nështrohem njëshit apo figurave të tjera të Partisë Demokratike. Dhe për këte lirin time kam më të shtrejtë se gjithçka dhe sa të jem gjallë politik, ju kushdo person, Edi Rama apo Zoti Berisha apo njerëz Zoti Berisha apo njerëz Zoti Rama, keni vetëm një rrugë të më merrni jetën që unë mbyll gojen. Nuk e mbyll gojen. Me mbrapa dhe mirë se erdhët në 360 gradë, dikush u prek nga këto fjalë të deputetit Sula, të Sula i famshëm, dikush edhe ndoshta nuk e fsheu dot një lloj buzëqeshje, sepse duket ndonjëherë sikur është një tragjedi apo një tragjikomedi e paralajmëruar. Dije që do vinte momenti që doktori do krijonte rrethin e vet super të ngushtë dhe super, po themi, të sprovuar të forcës ti politike, dhe pastaj për të tjerët, pavarësisht votave që do të marrin primare, ka zoti, ka lista të hapura. Pra, siç edhe kuptuat ne në këtë emision, në pjesën e parë, do merrem me dramën e folur dhe të pafolur të deputetëve të cilët fituan primaret, apo kandidatët për deputetë që fituan primaret, apo të cilët kanë dhënë kontribute në Partinë Demokratike, por që e kanë parë veten jashtë listave të, po themi, të mbylluara që janë pak a shumë listat e sigurta. Por gjëja që na intereson më shumë është fenomeni dhe dukuria që po ndodh, qoftë në Partinë Demokratike, qoftë në Partinë Socialiste, në lidhje me listat, në lidhje me trajtimin me dorën e ngrohtë të partisë ndaj atyre të cilët kanë shërbyer, shërbejnë dhe nuk i dihet do të shërben apo jo në të ardhmen. Kjo është pjesa e parë. Në pjesën e dytë do merremi me fatin politik dhe juridik të Erjo Elias, i cili sot, sipas vendimit të gjykatës së apelit, mbetet në burg dhe kuptohet që avokati i tij kryesor Haxhia, Max Haxhia, do bëjë rekurs direkt për gjykatën e lartë, por këtë do ta bëjmë në minutazhin në vijim. Për të dekriptuar këtë situatë politike, kam Elsona Konomi, më mbrëmë Elsona, gazetare politike, Anduena Labani, më mbrëmë Anduena, gazetare investigative po dhe politike, Arben Meçe, polemist, më mbrëmë, ish deputet i Partisë Demokratike. Nuk do të harrojmë të, dhe Ilir De Maria, analist. Më mbrëmë De Maria. Më mbrëmë. Me që ke qenë pjesë e asaj partije në mënyrë sintetike, qa po ndodh? Kjo klithma e Dalë Sulës, si të duk? Nuk dua të përdonohen, tha. Nuk dua të përdonohen. Është fjallë e madhe, fjallë e rëndë. Mos ke kaluar ati në këto siklete që u largove nga partia? Me qënë se njëse ke qenë antari Partisë Demokratike, nuk është Partia Demokratike kjo. Është deputet. Sepse nga Partia Demokratike, kur unë isha deputeti Partisë Demokratike, në Partinë Demokratike tani kam vetëm Tritan Shehu. Edhe Sali Berisha. Nuk është ma jo parti. Harrojeni. Jo, më është rikëthyër dhe Josefina Topalli. Bile, po s'ka qenë Josefina në periud. Ka qenë mandat në parti. Nuk ka qenë, jo, janë më vonë të gjithësësi. Ju keni vënë një flamur atje. A i flamur ka ndryshuar. Së është ki flamur i PD-s? Ja, atje, së është aji? Së është aji. Sa ja fanelës Këtë e hoqin këtë flamur, ishte flamur i parë që ishte me ato flukset, janë, a i që përdorë Saliu tani. Janë 6 flukse nga pas, që janë sa shirita, pastaja, kur Saliu mori drejtim në partisë, e ndryshoj flamuri, solli këtë flamur, dhe tani që bërë rilindjen, tani së këtheu flamurin e asaj kohë. Po në flamurin e asaj kohë përfundimisht. Dhe Partia Demokratike po bërë një rilindje. Po e bërë rilindjen, a i ka 2 vjetë përpara që bërë rilindjen. Nuk kemi në partinë, edhe njerë, nuk kemi në partinë themeluar tani në thënjishin, jemi në partinë e rilindur.
Partia e Rilindur Demokratike. E Rilindur Demokratike. Zyrtarisht ajo është Partia e Rilindur Demokratike. Doktori se ka praktisur kur anijen e partisë. Zyrtarisht shu është Partia e Rilindur është. E rithemeluar e quan Berisha për rëktes. E rithemeluar, po rithemelim e rilinde një loj është. Rithemelim ajo është. Kështu që me rithamelimin, ktheu flamurin në 90-ës. E 90-ës, e 91-shit. Ktheu flamurin, por nuk ktheu asnjë nga antarët themelus Partisë Demokratike. Se nga antarët themelus Partisë Demokratike, s'ka absolutisht asnjë themelus Partisë Demokratike, tanin Parti Demokratike. Po mos i ka haruar dhe populli apo mos u meçë? Në rregull, po normal që t'i harrojë burë, sepse ata që dolën në 91-shin ishin idealist, nuk ishin politikan. Edhe mua që më shef tani që dalë në media, po nuk më shef si politikan. Se të gjithë ata që bënë revolucionin... Politika nuk tje, po politik bën. Se është bërë revolucion në 10? U bë. Okej. Tani kthehem te tema. Për para një muaj, nuk e di në këtë media, nuk e di se ku isha, kur unë zbërtheja platformën e primareve me tekstin e Dashsulës, i cili thonte, në primare dhe deputet do të zgjidhen gjithë ata që japin dhe kanë dhënë kontribut në Parti Demokratike. Që janë qëndrestar dhe që janë aktiv në mbrojtje të Partisë Demokratike dhe leadershipit saj. Janë teza të artikuluara qartësisht për e tia jo në një herë, po disa herë. Dhe Dashi e kishte bidin gjë tillë. Sepse thonte që unë të jetoj Parti Demokratike, minimalisht du t'jem qëndrestar. Minimalisht. Dhe krau tjetër du t'jem aktivisti daluar dhe t'jem absolutisht një nga propagandusit kryesor të Partisë Demokratike. Doja vetëm një shije, jo një analiz ka gjatë. Jo, po sa ty do dalë të shija. Po dire nëzire. Atere. Dhe Dashi u bë personi më aktiv me bidin e tia që mbi këto parime që i kishte dhënë doktori, një ditë bukur doktori dhe ta shifte që ishte aktivisti madh shumë dhe ta zgjidhte. Dashi kuptoi sot që doktori i përdor mjaft mirë të gjithë këta instrumenta, këta individ, siç na ka përdorur dhe në tjerëve, jo kaq agresiv, por ju e dini mjaft mirë që personi më agresiv në media, në mbështetje të sektit Berishan ka qenë Dashi. Dashi është viktima tipike e një procesi i cili në çdo analizë keni bërë ne, kemi thënë, këta do t'jenë viktimat e para, sepse Dashi bëri një gabim në jetën e vet politike, që duke kuptoi Berishën, që Berishës po i dole njerë kundër, të ka vënë kryqin dhe bëj çfarë duash, si nuk kthehesh dot. Dhe po të shikosh ata që ka kthyer, të gjithë po përjashtimi janë ata të cilët Berisha i ka përdorur diku si kamikaz, por gjithkohën i ka patur besnikët e ti, po besnikët e ti e që nga 97-a. Ka një përjashtim Gazmend Bardhi këtu që nuk hynë të besnikët. Gazmend Bardhi është nga ata që në ato bori ka hedhu gaz lotësillë Sali Berishës kur ishte me Bashën. Gazmend Bardhi ka qenë i infiltruar i kryesor i Berishës në një lëvizje që së bashku me Lulzim Bashën, të dy, që tentonin të neutralizonin frymën antiberishiane brenda Partisë Demokratike, dhe ky ishte absolutisht personi që sabotoi absolutisht atë lëvizje, sepse në zgjedhjet lokale që janë bërë, ku ata dolën si etnitet politik dhe elektoral më vete, ky person ishte ai i cili vinte dhe bënte propagandë e Berishës dhe artikulonte dhe në media absolutisht mbështet Berishës, duke qenë ashtu quajtur kundër Berishës. Ky nuk përputhet fare për shkrimin tuaj, me të që ai ka thënë dhe ka bërë. Ka bërë qëndrime sepse ka qëndrime të egra ndaj familjes së tij. Ka qenë loja e tij sepse pas ka qenë lojtar i dyshim, kaq i thellë sa të kuptosh ti Berishën, duhet të përthesh Gazbardhin dhe të kuptosh mekanizmat që përdor Berisha, duhet shohësh Dashulin dhe të kuptosh mekanizmat që përdor Berisha për të realizuar sinimet e veta. Zoti Bezi, mund t'i lë të tërëve të bëjmë parashikimin e tyre. Okej, faleminderit. Eson, atëherë çfarë po ndodh në Partitë Demokratike? Është një rast tipik apo një rast atipik revolta për zotit Sura që përdor termin e rënd, unë jam nga ta deputet që nuk përdonohen. Mendoj që zoti Sula është Dashi Kurban i Sali Berishës në këtë zgjedhje, sepse ai është shembulli tipik se si u tradhtuan primarët në Partinë Demokratike,
është shembull tipik, sidomos në qarkun Tiranë, si Sali Berisha e tradhtoi anëtarësinë, të cilës ta do ta caktoni ju kush do të kandidat për deputet, dhe në fakt sidomos në Tiranë tipikisht nuk e reflektoi atë që anëtarësia i tha, dhe lista kryesisht e Tiranës mban era myk. Po pse bëri primaret kur kishte ndërmend mos i respektonte ato? Unë nuk e di pse i bëri, kam përshtypjen që ishte në kurthin e vet, kishte premtuar demokratëve gjatë rithemelimit që unë nuk do vendos më siç bënte Lulzim Basha, unë tani jam ndryshe, nuk e marr çka kam qenë, dhe unë do ju jap ju primaret për të caktuar ju kush do të jetë parlamenti ju i ri ose kush do të jenë kryetarët e bashkisë. Pastaj Berisha do të ruat i bënte primaret kur asnjë nga po themi kupola e PD-s sot nuk ishte dakord për primaret për shkak se primaret nuk mund të reflektoheshin. Për shkak duheshin respektuar relatët, duheshin respektuar besnikët, duheshin respektuar gratë, dhe antarësia nuk mund të respektoj. Zoti Berisha me kokë forci tha unë kam thënë do i bëj dhe do t'i bëj. Pastaj do ta ka përdij atë që prodhoi. Unë kam vënë titull Hakmarrja e Berishës tradhtarët jashtë listave, sepse jam dakord me atë që tha dhe Meçi, atë që do thënë ai nuk harron asnjëherë. Bën sikur është politikan, bën sikur harron, bën sikur thot aqua passata, si thotë ai, ka kaluar, s'ka gjë. S'prish punë, por kur vjen puna që shtrëngohen gjë, nuk harron. Pra, ke element hakmarrjes tu? Ke element apo është thjesht mënyra e tij për të bërë politikë, mënyra e tij se si e bën politikën? Si çdo politikan i përdor njerëzit në kohën që i duan dhe i flak në kohën që nuk i duan. Në listën e mbyllur, në asnjë vend, përjashtuar këtu Gazbardin që unë kam një lloj, po themi, përjashtimi nga rregulli, të gjithë janë besnik absolut të tij dhe çdo kush që në moment caktuar ka Gjekmarka. Ishte ke grupi zjarrit. Por zotë Gjekmarka ka një aftësi të jashtëzakonshme për të ndryshuar ngjyrën për qenë kameleon. Dhe besoj që është vlerësuar për këtë gjë, për qenë kameleon. Kameleon thash unë ti mund ta përkthesh sipas aftësisë. Jo, se ke gabim dhe më thuaj çfarë. Dhe për qenë kameleon, sepse un kam respekt për çdo që si mund të kesh respekt për njëri që s'ka respekt për veten. Po. Respekt politik është një gjë, respekt kortezi është një gjë tjetër. Dhe nuk rezulton të jenë në listën sigurt askush që Sali Berishës i ka treguar në moment caktuar që unë edhe mund të ta kthej fjalën. Zonja Tabaku është e ndëshkuar. Jorida, për shkak Jorida, ku e kanë foton e Joridës, nuk e shoh. Jorida Tabaku, çai ka bërë? Ja ku është? Zonja Tabaku është një prej. I dhanë presidencën e komisionit investigativ të senatorëve. Ajo i bëri nder që ruajti atë pozicion. Ku ka shkelur Zonja Tabaku qëndroi shumë gjatë me Lulzim Bashën. Zonja Tabaku kaloi 2 vite ku nuk e ndante dot mendjen, ai ishte me Bashën, ai ishte me Berishën. Zonja Tabaku ka ardhur në selinë e PD-s, që njohim ne të gjithë ish Shqupi, në muajin shtator. Ka ardhur e fundit. Dhe kur ka ardhur, nuk ka qenë në linjën e fortë Sali Berishës. Ka ardhur për të thënë që unë jam këtu nga rreshti i tretë po rri, dhe linjën e fortë të Berishës që ai donte që e bën Vokshi, e bën Tepaloka, e bën Flamurnoka, e bën Allbati, ajo nuk e bëri. Për këtë arsye, nuk u përfshit te grupi ngushtë. Edhe në orkestër, edhe partia mund të shihet si një orkestër, jo të gjithë personazhet nxjerrin një tingull. Patjetër, po. Zoti Berisha tregoi që dëshiron të mbaj më afër dhe më të sigurt ata. Se Zonja Tabaku padyshim për mua është nga vlerat më të mira që ka PD-ja. Po, është qytetare, është qytetare. Përfaqëson një klasë tjetër politike nga ajo që është bërthama e Berishës sot. Dhe ndoshta zoti Berisha nuk është i gatshëm t'ia fal zonjës Tabaku këtë gjë, por kërkon ta sprovojë sërish, nëse e meriton, t'ia dalë sërish. Ka një shans të thyej hersin, po themi? Unë besoj që zonja Tabaku doja dalë, sepse për gratë formula e re me listat e hapura është pak më e thjeshtë, dhe ajo në primare tregoi që të patë mes demokratëve grumbullon vota dhe pastaj mes votuesve të gjerë do të jetë pak më e thjeshtë për të krahasuar me të tjera që kanë garë. Po mirë, si mund të rritë një partia ndoena, nëse ti je dakord me analizën që bën Siona, kur lideri i partisë ka element hakmarrjes ndaj teje, për shembull, megjithse ke dalë shumë mirë në primare, nuk respektohet renditja e primareve, nuk respektohet, po themi, kontributi cilësor, por një kontributi i besnikërisë radikale, po themi. Dhe ajo prapë qëndron në listë, prapë mund dalë deputete dhe çfarë lloj politike bën në këtë rast, apo? Shikoj në 3 prizëm. Në kontekstin që po diskutonte dhe Siona, jam dakord dhe them që Berisha është duke u hakmarr ndaj personave që dikur e tradhtuan dhe duke i bërë këtë lloj sfide brenda garës elektorale, ai do t'i tregojë edhe mbështetës vetë që askush nuk mund të dobësojë pozitat e tij në partinë
në partinë e tij, le të themi, në partinë e rithemelimit. Partia dëpsohet pozita e tij. Ka dhe një pikë tjetër pastaj ku unë shikoj, duke parë fushatën radikale që bën kryeministri Rama me të vetët. Pra, duke krahasuar atë çfarë po bën Rama që fut një frymë të re, fut djem dhe vajza të rinj në lista dhe heq pjesën e vjetër, le të themi, të nomenklaturës të Partisë Socialiste, ai harron një gjë, që në qoftë se këtë gjë e bën një kryeministër që ka shtetin dhe ka pushtetin në 12 vite, këtë gjë nuk mund ta bëjë një opozit. Ja, për shkak marrim listën ri aty, se më ngacmova. Lista e Tiranës. Që është Sali Berisha i pari, Edi Paloka nuk mund të konsiderohet politikan i ri. Jo, është një politikan i vite, Bana Bokshi nuk është politikan e re. Apo është? Berin Këlliçi mund të konsiderohet politikan i një gjenerate 3. Po? Flamur Noka? Jo. Po? Jo? Sigurisht jo, zhesës tani s'do bëjmë... Më mirë, jemi përgjigje. Po tisha të ku ishte ti, u do foja mendimin tim. Atë duat ta dëgjoj për jush. Okej? Josefina Topalli, rikthimi i saj, mendoni që do jetë një risi interesante në PD? Josefina e ka elektoratin e saj. Pa e kanë Shkodër e për kanë Tiranë? E kanë Shkodër, e ka lokal, po mund të ketë dhe një pjesë në Tiranë. Me gjithë këtë, është një nga njerëzit zoti Berisha ka ricikluar pasi ajo në vitin 2021 krijoi një parti kundër demokratëve, kundër Partisë Demokratike, mori 7.000 votaj, i prishi punë PD-s në Shkodër, po dhe në disa zona të caktuara. Zoti Berisha e fali se zoti Berisha ka nevojë prap që të forcoj radhën me disa figura që vota akoma dhe sot Topalli? Unë nuk e di nëse i ka, do t'i shohim, po ajo nuk do përsa ko garon listën e mbyllur është e pamundur të verifikohet nëse pesha e saj është, por është një figurë emblematike e PD-së Berishës, është edhe qëndrosje ti. Fatmir Medion nuk është i ri? Jo, po është një aleat i përjetshëm. Tevis Balliu është i ri? Po. E ka merituar sipas meja për shkaktin e një rezistencë shumë të lartë që ka bërë në kauzat e PD-s të vijnë ashpër të saj. Dhe pastaj janë Erisa Gjizho që është e zonën e lëvizjes Partisë Lirisë, aleate, Mesira Doda dhe Tedi Blushi. Janë të 3 aleat. Vetëm në Tiranë kemi 2 të Partisë Lirisë dhe një të PD-us dhe po ashtu edhe për 4 kemi aleat. Pra, do më thënë, sepse Anduera vazhdohe, po thoi që është një tendencë për të futur element 3. Unë nuk shoh element 3, për shumë, sepse nuk mund të themi që këta të aleatëve janë detyrime. Atëherë, unë e shikoj që sot që flasim, mbas kaq vitesh demokraci, elektorati gri është pika e forte të dyja partive në fushat. Sepse ne dim tani kush është i rreshtuar Majtas dhe kush është i rreshtuar Djathtas. Por duke qenë se dhe lufta brenda llojit si në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike, kohët e fundit është bërë fort, dhe po flasim për lista dhe me persona të cilët kanë dhe probleme ligjore, që kur vjen puna te gara, dhe te ajo lista e hapur apo e mbyllur, të gjithë bëhen kundra njëri tjetrit dhe shesin njëri tjetrin. Dhe ajo që... Për listat e PD-s apo të PS-s? Të gjitha vlen të parimi listave të hapur, po të ngrënë njëri tjetrin të vitës. Por ka raste, për shembull, që unë jam e informuar në rastin e Partisë Demokratike. Një nga akuzat që doktori bëri Ramës, ishte rasti për shembull Damian Gjiknorit. Po. Tha, Damiani do ta fusin në listë të mbyllur, se Damiani çoi një zarf. Nuk i doli, Damiani është listë hapur. Po ishte zarf me ca foto. Po nuk i doli parashikimi. Zoti Gjiknori ishte listë hapur dhe rrezikon shumë në Vlorë. Që doli në listë, se njerëzit vdesin për gjëra konkrete, me emra. Rama e kishte rrezikuar prej kohës, zoti Gjiknori ishte jashtë. Jashtë, okay. Në qoftë se në Partinë Socialiste flasim për një lider që vendos mbi personat që do të garojnë e do të dalin me fytyrë dhe me emër për të fituar votën dhe mandatin e radhës të pushtetit, në Partinë Demokratike zhejnë e flasim për një lider vërtet si që është Berisha, po mos harrojmë që në Partinë Demokratike nuk vendos vetëm Berisha. Kush vendos tjetër? Atëherë, Berisha ka njerëz brenda familjes së tij që kanë shumë pushtete të tjera dhe vendosin për emra që do të jenë në garë. Po kjo vlen për kryeministrin patjetër, se edhe ai ka influenca të caktuara që i vijnë nga jashtë kontekstit partijak. Atëherë, nëse flasim për kontekst partijak, po jashtë jo partijak. Jashtë familjes, okay, po kur flasim brenda familjes pastaj, kemi tjetër kontradikt. Ti si gjithmonë bën kështu gol nga korne. Tani nuk vendos doktori, vendosin antarët familjes doktor Berishës, thoti. Okej, me çfarë kritere apo me kriteret
Me kriteret e marrëdhënieve të bizneset e tyre, me interesave të ngushta, me kriteret e besnikërisë, me kriteret e të fortëve. Jo, kriteri besnikërisë është kriteri universal. Ti e pesë që bëri Trumpi jot i dashur, presidenti jot. Mori fshiu gjithë ata, bëri një spastrim. Jo, s'ka ndodhur asnjë në mënyrë kaq ekspresive. Jo, jam dakord. Te besnikëria jemi në rregull, është kriter politik tani universalisht i certifikuar. Besnikëria ka shi një njeriu, qoftë dhe kryetari i partisë, për të mërë kryetarin është besnikërie verbër dhe e ke provu në diktaturë. Dakor, tani dëgjojmë çfarë thot doktori për rastin e Dash Sulës dhe pastaj dha fjalën ty për parashtrimin tënd. 300 këtu. Deputeti Sula vendosi që të hyrë në zgjedhje nëpërmjet të një formacioni tjetër politik. Vetë kryeministri e mori sot në mbrojtje duke e konsideruar një gjel deti, por një gjel deti të veçantë. Keni një koment? Mbrojtja e kryeministrit është puthja Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por hapi që bëri të rjeshtohet me opozit në opozitës, pra de facto me një pateric të Edi Rams, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim, me gjithë se unë, e theksoj këtu, respektoj zgjedhjen si thelbin e lirisë të çdo individi. Si e kupton të Demania, Rama i ka dhënë pufin e Judës. Në fakt, për ata që nuk e dinë, që janë të përdhenjë besimit musliman, ndoshta nuk i bie as ta dinë, Juda thuhet që puthi Krishtin përpara se sa kur erdhën ta ushtarët romak për ta arrestuar, për t'i thënë atyre që ky është ai, se nuk e dinin se kush ishte, sa dhe s'kishte as WhatsApp dhe as internet. Dhe i dha një puthje dhe ky ishte kodi, që atë që do po thonë, ai është Jezu Krishti, atë duhet të arrestohen. Prandaj ka ngelur e famshme puthja e Judës. Për ata që nuk e dinë, se ka dhe nga ata. Atë, pse puthja e Judës? Se Berisha ka arsenal kulturor dhe metaforik shumë të pasur. Unë nuk mendoj që është puthja e Judës, por edhe në qoftë se Rama e pas ka bërë me këtë qëllim, unë sot isha me Dash Sulën në një televizion tjetër, thash, sa i besueshëm mund të jetë Dash Sula në momentin që i shërben deri sekondën e fundit si njeri besnik, jo për çështje principale o për funksionimin e demokracisë në parti, dhe kjo nuk ishte vetëm ke Dash Sula, kjo ishte ke gjithë deputetët që duan të shfaqeshin ke Berisha sa më shumë për të hyrë ke listat. Unë e kuptova këtë sikur Berisha tha që Rama e ka blerë Dash Sulën dhe ai shndruan e paterisë të Ramës. Jam. Jo, Berisha ashtu e tha. Do të tregojmë njerëzve që Dash Sula ka kandiduar me partinë e Atleti Klapa, thjesht për shpjeguar kontekstin. Ja, tashi për truqet e Berishës dhe për mënyrat konspirative të Berishës e dim është mjeshtër. Po është i pabesueshëm, problemi është i pabesueshëm. I pabesueshëm është turi, tashi. Nuk është, ne e dim Dash Sulën kush është, e dim Berishën kush është, dhe unë nuk mendoj që ka pas ble Rama e Sulën, atë Dash Sulën për të kriju gjithë këtë skenë. Pse gjysma e Partisë Demokratike besoi që Rama kishte blerë Lulzim Bashën, si mbas akuzave që bëri Berisha. Dhe si doli e ka blerë, e vërteta është që se ka blerë. E vërteta është që njësë dhe besuan, sa dali e vërteta kjo parti është bërë me gjithme parti që sharake. Sepse të gjithë këta që thuti, përfshi Dash Sulën, Bardhin e gjithë, kur doli ajo në ngrada e Berishës, këta gjithë thanë që ne nuk i prishim marrëdhënien e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi dakord kështu, dhe e preashtun nga grupi parlamentar Berishën. Nuk e bën të gjithë, e bëri vetëm Basha këtë, mos ja japim mëkatin të gjithë. Kjo ishte një sipërmarrje vetëm e Lulzim Bashës. Të lutem. Cili nuk pati guximin, nuk u bë asnjë votim. Nuk u bë. A deklaruan atë gjithë njëri Matiesit dhe nuk prishin marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara. Atë e thotë Sali Berisha sot, e ka thënë çdo herë që më shqiptarët janë në rregull. Po thjesht u konsulon në qafë për gjë që si kanë bërë. Gjithë këta deputet, a dolën kundra Berishës këta që ishin me Lulin? Po.
Nuk do kundër, jo. Po, gjithë deklaruan, Zoti Basha nuk pati guxime ta haptet për debat fare në grup parlamentar këtë çështje. Po çështje. s'ka rëndësi, më këto dolën kundër derisa U hap Po pastaj. nuk dolën o zhej kundër, mos të tani Ore të lutem shumë. Në kodë dytë pastaj kur u nda kurinin aty nguloshin ka Partia Demokratike. Dhe shkuan tek Sali Berisha shumë shpejt. Më shpejt. Mojzonj, ai që nuk Po ishte. më shumë ka bërë Gazbendbare që është në listë kundër Berishës dhe kundër Shëbanës sa dashur që ka shkuar i pari. Ky është problemi, si ka mundësi, sa ai ka folur dhe shumë për doktorin. Dobishmëri politike. Po a ka mundësi të themi? Dobishmëri. Si e mendoj unë paktën, mund ta kemi edhe gabim. Problemi është që kjo si parti nuk ka funksionuar asnjëherë si një parti demokratike, patjetër. Demokratike, jo, që nga dita parë, le ne shtojmë këto partia demokratike, revolucioni demokratik. Tash mos hyjmë historisë. Problemi është që kjo parti ka vepruar si një dhe kështu e mbo gjitha partitë sot në fakt. Dhe ka vepruar në funksion të Berishës, jo në funksion të një partie, që duhet të jetë padyshim ajo kryetar partia kushdo që të jetë, por si besnik Berishës, kështu dhe pranë ka ndodhur ajo që thot dhe zoti Meçi që kjo parti nuk ka, se nuk do të thotë që ti jesh për 30 vjet në parti, lëviz partia, por nuk ka bazament. Nuk ka bazament, se s'ka pas kur bazament kjo parti. Kjo ka Jo, Maria, nuk ta pranoj të se mos kishe bazament, nuk do e kishe sot mbas 34 vjetësh. Në skenën politike, Në partia skenën politike si të paktën faktori numër 2 në Shqipëri. Po jo, se s'ka tjetër, kështu jemi ne. Kështu jemi ne, po pse është përbërë kjo parti? Për kështu si jemi ne, ajo është partia dysh. O, Turi, po nuk ka funksionu më rëlla si parti, të të lutem shumë. Menimi im, si parti, ka funksionu si demokraci kjo parti në herë? Mendimin tuaj? Ase Edi Rama nuk funksionon si demokraci në partinë e vetë, po është në qeveri, zë thotë shumë të qenit në parti demokratike brenda vetë funksionimi dhe të kesh sukses në politikë. Ore, do diskutojmë Ramën, apo Berishën? Jo, po modele krahasuese janë. Jo. Tashti. Po, me që? Po, tjetë, gjatë shumë. Po, jemi së s'la njëri, dakor. Nuk fërë s'ka. Ikën koha shpejt tu, zëra. Po ikën koha shpejt, po nuk blak, kur s'le tjetë. Po t'zire tjetër, po pa ngule goshtën. Pra, unë them këte, kjo parti nuk ka, këto nuk kanë as bindja, as koncepte, as filozofi, këto shkojnë nga tjetë interesi dhe po klyen me një tjetër në shqyë, klyen betejnë e Shqupit, për të marrë mandatin e deputetit, sepse ta nuk mund tjetojnë pa mandat deputetit, se nuk kanë bona i pun tjetër njetë. Unë nuk kam dakord me ty. E di pse nuk kam dakord me ty. Je njërës pa kolon vertebrale dhe janë njërës që i shërbejnë beot, janë sklepër dhe palaqo dhe ashu dalin në media dhe politikë. Ore, nuk jam dakord me ty për të koncept. Dëgjoj se nuk jam dakord. Ore, a ka shku kjo parti në radio? Do replika apo s'do? Nuk jam dakord me ty sepse Berisha, nëse do të fitoj zgjedhjet, duhet të zgjedhë në listën. Pa një sekond, duhet të zgjedhë në listën e deputetëve ata të cilët te primaret kanë dalë më të pëlqyerit. Pra këtu vjetë, po dëgjojmë edhe në fund, tu vjetë bëjpytje një gjë më e madhe. Taj doktori do të ketë një parti kështjell të vetën, apo do ata të cilët shqiptarët i parabriqenjë. Ti ke doktor Ali Mehmetin, që do të votojë edhe unë. Prit, ka me shumë bukur, të shi aji do t'i hikin vota në Tiron nga Ali Mehmeti, nga Jorita Tabaku. Edhe mund t'i vim për shkak se ta e në listë hapë. Në filozofi e kësa fjallë. Oke, Meqe. Atëre ju kapët... Se mos u përzit, po ti do një intervist vete për vete. Jo, nuk e du për vete, mati minutat, për nuk thash atë që kemi dhe në orën 11:00. Kjo parti është rrudhë më Arturi. Apo vjen rrudhë, aje di që nuk fitos zgjedhjet dhe do të bëj këtë kështjellën për të mërët familje e vetën e vetë. Kjo është analizë, nuk jam dakord, për kjo është një analizë. Po, Meqe? Ju kapët dy momente. Momenti parë është për puthja e Judës, dhe në filozofi dhe në metaforë puthja e Judës, në vend që thua tradhtar, thua puthje e Judës në mënyrë intelectuale. Pra praktikisht jemi në habitatin e një tradhtari, dhe kur thot puthje e Judës, do thot tradhtar. Sa kjo është fabula e puthjes së Judës. Ju keni vënë shprehjen atje hakmarrje e Berishës tradhtarët jashtë. Nëse nuk do ishte shprehja puthje e Judës, unë tradhtarët do filloja ta kontestoja, do thoja nuk është për tradhtar në këtë rast, dhe nuk është jashtë, dhe nuk është hakmarrje. Akmarrje kemi dhënë fojza, po ata dikur e tradhtuan Berishën, pastaj shkuan ulën kokën dhe i puthën dorën. E po ai nuk dëshiron më kështu skenar. Unë kam denoncuar këtë si analist. Po pse shijon me Gazbardhin, me se po na luni mend, edhe me tjerë që janë. Pse shijoka me këto? Pse ato i bëjnë? Në qoftë se shprehjen që keni vënë nuk do ta certifikonte Saliu me shprehjen e puthjes së Judës, u do filloj oponencë. Nuk e bëj dot sepse e ka certifikuar Saliu. Kjo është e para. E dyta, ngritet tezën që është më e rëndësishme tani.
Saliu ngriti një plot të madhe demagogjike për primaret. Dhe ishte pikërisht ai vetë që i goditi primaret. Pse i goditi? I goditi sepse primaret i dolën jashtë kontrollit dhe historikisht Saliu ka punu me tezën e primareve, po gjithmonë i ka manipuluar primaret. Për herë të parë, falë masivitetit që patën primaret, i dolën jashtë kontrollit. Dhe i doli fjalavjen Dash Sula si personi më i votuar, që i kishte dalë jashtë parashikime Saliu sepse se mbajti kontroll. Kështu që Dash Sula në vetvete është një alternativë së bashku me Ali Mehmetin, së bashku me Tabakun, që janë fryma ku ne të gjithë këtu, po të duam të bëjmë analizën e doktorit dhe të Tabakut, me njerë themi, po të ishte Partia Demokratike përfaqësuar nga ky lloj fluksi, unë sot votoja Partinë Demokratike. Por Sali Berisha, ku e ka problemin? Ky fluks i cili do marrë një pushtet është rreziku i madh për pushtetin e Sali Berishës. Dhe në këto kushte, Sali Berisha duke ditur që nuk kemi pushtetin, Sali Berisha, Sali Berisha duke ditur që nuk i merr këto zgjedhje, gjithë lëvizjet që po bën tani, i bën jo për të marrë zgjedhjet, po për të konsoliduar dhe për ta mbërthyer mjaft mirë pushtetin e tij në këtë parti, duke neutralizuar të gjitha ato elementë që mbas zgjedhjeve do t'i prodhojnë atë grupim që do të arrëzojnë Sali Berishën. Dhe kjo është gjithë alternativa dhe gjithë përpjekjet të Sali Berishës. Maj në PD nis lëvizja Tiki Berisha dhe ky është një moment që Berisha e parashikon dhe nuk e shmang dot. Ana 12 maj, një ditë para zgjedhjeve. O mendoj që mos ka një lëvizje Tiki Berisha. Këto që i fituam. A do ja bëjmë të gjithë këtë pyetje nëse humbet zgjedhjet në 12 maj? Do t'ja bëjmë. A ka njëri në PD që mund t'a vras politikisht? Dyshoj që mund t'ngel. Nuk ka thënë që tërzojnë pushtetin, i kanë vjedhur, do thotë. I kanë vjedhur, bravo. Formula dihet, aja punë që tani. Kjo listë është ky grup parlamentar, është një grup parlamentar që nuk i rrezikon asnjë zgjedhje, krimi organizuar dhe fut fare pastaj. Nuk e besoja duke thënë atë që po thoni ju, që ai është duke kujdesur që në 12 maj të mos keni. Po themi një të gjë. Gjithë ai është duke kujdesur që grupi parlamentar, mos e një grup që rrezikon. Ka bindjen e qartë që këtë zgjedhje nuk i merr. Ati duhet konsolidoj pozicionin për post-zgjedhje, jo tani zgjedhje. Okej, Anduela, mendon që doktori ka strategji për të përcaktuar me këtë mekanizëm trashëgimtarin e arshëm të kësaj partie? Ai shkon edhe një hap më tej, sepse kupton që pavarësisht se ai është një Guinness në politikën shqiptare po, se të shkufiri biologjik është universal për gjithë qenët njerëzore. Po mendon, përveç se të forcoj, po themi, partinë me njerëzit më besnik, që ka dhënë prova që nuk i ngurin thikën pas spine, por dhe po projekton trashëgimtarin? Ke dhëna për këtë? Po sigurisht që po, që Zoti Berisha e ka këtë gjë. Problemi është që edhe llafet apo informacionet që dolën kur Zoti Berisha ajo teoria konspirative që Amerikanët i kërkuan që të futej Argita Berisha në drejtimin e Partisë Demokratike me qëllim që Zoti Berisha të largohet përfundimisht nga politika. Argita është vetëm në ngrada, mos i pas kanë thonë këti tiki këtë Argita Berisha nuk e pranoi ofertën e babait të saj për të qenë drejtuese e Partisë Demokratike. Tani, çfarë ndodh? Ne shikojmë që Zoti Berisha në krah ka një shpurë të tërë, një armaturë të tërë njerëzish, të cilët vinë nga fusha të ndryshme të shoqërisë dhe me nivele të ndryshme. Ka nga ata që janë me precedent penal, ka nga ata që kanë një formim shumë të mirë dhe njerëz me background edhe me sigurisht edhe për të bërë karrierë në politik, por nuk është vetëm Zoti Berisha që unë i mshoj këti fakti që nuk është vetëm Zoti Berisha që vendos pikërisht për këta njerëz. Këta njerëz nuk duhet jenë vetëm të besuarit e Zoti Berisha, po duhet jenë të besuarit e Argita Berishës, duhet jenë të besuarit e Shkëlqen Berishës. Pra, nëse Zoti Berisha e ka një plan për ta bërë partinë e tij edhe një herë siç e do, me njerëzit që nuk e trajtojnë dhe nuk i ngulin atë thikën mbas shpine, ka edhe nga ata të cilët synojnë që me ikjen e tij, jo me ikjen e tij nga pozicioni, po me largimin e tij nga jeta, ata do të jenë pretendentët kryesor për të marrë partinë në dorë. Mas logjikës tuaj do të jetë Argita me Shkëlqenin. Se me çin konsultohet ai për njerëzit me këto. Do në këto e vendosin pra partinë.
Ato po thotë, e thotë pasër fare që është qartë. Ka një problem, unë mendoj për shembull. Ti je i sigurt që zoti Berisha e di shumë mirë që brenda atyre listave ka njerëz që kanë familjar me precedent penal. Okej? Dhe prap i vë në primare dhe prap i vendos në listat të hapura dhe prap synon nuk pyesin për. Tani, nëse ai sfidon me fatin e tjetrit, okej, sa ai e shikon se çfarë politike bëhet dhe thotë pse mos ta bëj dhe unë. Këta janë njerëz që vetë ofrohen se nuk kanë gjë për të humbur, kështu që ne do shikojmë çuditëra, se unë nuk parashikoj që Berisha në këtë garë të dalë i fituar qoftë edhe me këtë lloj formula. Sepse aty brenda zhej, ke njerëz që kanë bërë shumë luftë dhe vërtet i meritojnë dhe i kanë siguruar votat në qytetet ku garojnë. Problemi është që mungesa e solidaritetit apo e mbështetjes nga kreu i partisë i bën ata që të ngelen pak kënaqur, kështu që jam dakord me atë që thotë Siona që ne do kemi të një lëvizje ik Berisha në pikën ose në kulmin e votimeve. Gjithë ata që pan këtë farsë primareve, që për mu, unë e kam thonë 2 muaj përpara, që është farsë, si që kanë qenë gjithë farsët e Berishës, për mu duhet largoheshin. Daci Jorida, Daci, mirë boni, mos bëni shkoni parti tjetër, po, që të rrinë të funksionojnë nesër. Si do të funksionojë Jorida në atë parti nesër? Është më mirë të rish, të luftosh, të përpiqesh ndryshosh të braktisësh atë. Ore, kuj ka që lufta? Se për ndryshe, ku të shkoj Tabaku? Të shkoj te Rama? Ti thot radhtare? Ajo bën betejën e vet, thot unë nuk meritoj të jem listakur, por unë do bëj betejën time. Ka pas progres kjo parti për 30 vjet, kjo ka ardhur vetëm duke u bjerë. Që duam një alternativë duke u bjerë dhe duke u diskredituar. Ore, pikërisht ta njerëz rezistent. Në një biznes falimentuar nuk shkon njëri më. Në një biznes falimentuar, Partia Demokratike është biznes i falimentuar. Mund të për të ringritur atë biznes falimentuar. Po nuk ngrihet. Nuk duhet të rëzuar sa skush mund të shkoj për te i kësaj. Do me nëret, po kur nuk i nëret, nuk nëret. Zgjedhjet do ta vendosin, të lutem se nuk ka kaluar 12, fëmijët janë, mund të ketë fëmijë që ta shohin. Nuk ngrehet më dha.